Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa. E para, muzika është me larg. Giulia. E dyta, sa të shoh një koment që më shkruar në Instagram, dhe e treta, fillojmë tani direkt Fande ku të doni. Ne jemi bërë të gjithë të kuq sot dhe durojmë dashuri. Kjo që nga java e kuqe. Edhe dje kisha veshur një gjë të kuqe. Edhe sot jam bërë gjitha e kuqe. Si nuk vesha atletë të kuqe bëja si dritë semafori, ndër të tjera. Tani, do të nisim Fande dhe për ditën e sotme dhe sa shumë gjëra të bukura që kemi sot në Fande. Duke nisur nga inserti që ne e sillim Zot Mërkur, tani më e dim që një pjesë e mirë e Fandej të mërkurave dedikohet miqve tanë me 4 putra. Duke qenë se po vjen ftohti tani dhe lam të mirë shal jashtë, domethënë ti do mund të mbash thjesht do ftohesh, do pish gjithë farmacinë. Çështje tjetër, ne flasim edhe për miqtë tanë me 4 putra dhe meqense po vjen dimri, kemi një veteriner sot i cili ka qenë ready ai që ka përgatitur një insert duke pyetur të fundit se çfarë mund të bëjmë për kafshët tona gjatë ditës së dimrit, dhe çfarë duhet kemi parasysh që ato ndjehen më komforte, më mirë dhe më rehat, dhe si dojnë të marrim shumë dashuri nga këto miq me 4 putra ndër të tjera. Kemi edhe një hot of the day, meqense është shumë po shumë ftohtë kohët e fundit. Sidomos në darkë, njerë kujdes kur dilni, merrni ndonjë batanie në makinë dhe ju duhet ma besoni, sepse është tmerrësisht ftohtë natën, paçka si ditën është çik më normal. Shikon që urrëtua ky, ka fatjoni 2 orë që po mundohet ta vej në rregull këtë redin që është edhe i dashurim, domethënë me këto vetulla kështu, shumë pozitive që shkreti, ka pa portretin. I qesh fytyra, i qesh. Tani ku e lash? Okej, megjithëse është shumë ftohtë këtë kohë, ne kemi do sillim një hot of the day, kështu një këngë të nxehtë sapo ka dalë nga furra për të rritur temperaturat e tjera. Ne kemi edhe një mënyrë tjetër alternativë si rrisim temperaturat me like ship top 10, kështu që mjafton që në intv.al/top 10 ju të votoni për këngën tuaj të preferuar dhe ndërtoni ju vetë pastaj top listën e këngëve më të mira shqiptare, nga vendi i 10 tek vendi i parë. Kështu të premten e takohemi me listën dhe chartin muzikor, edhe së dielën gjithashtu ridëgjohemi në radio në orën 10 të mëngjesit, 10:00 me mua Fatma në një radio 105.7. Tjetër çfarë kishim? Për gjithë ato që kanë sy të kafë, çuna juve si jeni me ngjyrën e syve? Të ngrej dorën kush ka sy të kafë se nuk shoh nga larg. Fationi po ti Arlis? E ke sy në ngjyrë kafë apo jo? Po bëje pra kështu. Po ti Nardi, jo ti ke jeshil duke blu kështu, nuk është për ty sot Fande, mbylli syt. Do flasim për njerëz që kanë sy kafë, çfarë aftësish ka disa karakteristika që i gëzojnë vetëm këto njerëz, kështu që qëndroni me ne ju që keni ngjyrën kafë të syve. Tjetër, keni parasysh këngën Perfect Stranger, e keni domethënë parasysh keni mua, po para veshëve e keni jam e sigurt. Një këngë që ne luajmë shpesh në Fande, një ndër kolona zanore të kësaj vere, mos i bëjte fokusit se i kam inat. Edhe ndër të tjerë do zbulojmë kush është JP Cooper, një ndër emrat që ka vulosur suksesin e kësaj kënge. Do ta sillim një rising star ky fund, do ta sillim me foto edhe me informacion rreth këtij. Do flasim për Victoria's Secret, do flasim për Irina Shayk dhe Bradley Cooper që po shkojnë drejt altarit, më duket kemi një lajm të mirë për një histori tjetër dashurie. Sillim kështu këngën e parë dhe filloi Fandej. Po se ky është stan, harrova domethënë. Si t'ja bëjun që duhet të me çikrahat. Okej, kemi këto që kamuflohemi, pavarësisht se s'ka fare ngjyra. Tani sot është 2 nëntor, se kisha harruar unë të them Welcome November, domethënë është tipike. E ke vënë edhe sapo vjen muaj, ti ke frikë të hapësh të bësh atë xhiron në Instagram se gjithë postojnë foto mirë se erdhën nëntore, etj, sikur me vërtet kupton nëntore që ne i themi mirë se erdhë. Gjithsesi, sa takon shenjave domethënë të horoskopit, prezumohet që nëntori është muaj që do t'ju pasqyrojë sot të shkojë gjithë pjesa e mbetur e vitit, kështu që shifini horoskopin se unë vallaj si mbaj më përmendur që t'ua them tani. Mirë se erdhi nëntori, qofsa më i mbar dhe ëmbël për gjithë ju. I ftohtë do jetë, po me njerëz e duhur, me një përqafim për shkak mund të ngrohesh shumë mirë, edhe shkarkon dashuri dhe është zgjidhje ideale. Tani në këto 2 nëntor, nëse ndonjë nga follower feston ditëlindje, ju e dini tani më që jeni të preferuarit tanë dhe kur e them shpesh duke kështu si klishe, po ju kemi shumë xhanë dhe gjithë stafi, kështu gjithë stafi, kush është këtu brenda jashtë, kush nuk e ka qef Fandeja, ka qef, kush nuk i merr plurat dhe nuk e bën punën, domethënë. Ne ju urojmë përzemërsisht gëzuar për çfarë do lloj feste që sot festoni, qoftë kjo me motive me qesharak të mundshëm, më rëndësishëm të zgjoheni me një motiv të këndshëm kështu dhe dhuroni dashuri. Tani, Nelly për shembull sot jo do dhuroj dashuri, po do marri kam idenë më shumë se sa do dhuroj, po flasim për
Miru pafshim ka që tani më do dëgjoj këngën. Si mësova një herë texting sa i këngës turp më vi. Nelly dhe Kelly gjithmonë i kam gatruar, gjithë njerëzit ishin o fat më Nelly, nuk është Kelly, nuk e di pse e kanë emrat pak a shumë të përbashkët, po çka se kështu si figurë, nuk është se ngjan me njëri tjetrin. Tani ai ka zgjidhur dilemën Nelly, edhe sot që është 42 vjeç, këtë nuk dim ta themi, po ditë ju them që vitin e kaluar 41 vjetorin e ka festuar me një tort sa çfarë fatma e gjitha. Ne kemi edhe një foto dhe madje ka qenë në krye të detyrës teksa festonte ditëlindjen Nelly vitin e kaluar, edhe po këndonte një ndër klubet më të famshëm ku ai këndonte zakonisht. Fliteshte nëpër media që ka dhuruar një super mega spektakël andej dhe kjo ka qenë torta që i ka bërë stafi për t'i uruar ditëlindjen. E pat ju, shpëtuat se iku ditëlindja ime, se po ta kisha parë tortën e Nellyt para ditëlindjes time, nuk e kishit lëvizur pa më bërë mua një tortë ashtu. Po nejse, s'ka problem. Tani, një tjetër personazh që gjithashtu feston ditëlindjen është, nuk e di, sa nga ju janë fanse, kanë qenë, pa diskutim të sitcomit Friends, dhe e mbajnë mend Steve J kështu, është, jo, pritse u ngatrova, është ai tipi që ra në dashuri me Jennifer Aniston. Ndonjë nga ju që i ka parë Friends, atë mund t'i moqë. Që unë mos dalë dram fare, ai që u dashurua me Jennifer Aniston aty. Sot feston ditëlindjen, emri të cilit, po mendoj kështu, në pasaporta, mam është David Schwimmer, feston 50 vjetorin, po me sa kam dëgjuar, Jennifer nuk ja ka varur as në film dhe as jashtë filmit. Tipike e femrave të bukura si Jennifer Aniston. Gëzuar ditëlindjen kushdo që feston është më se sigur që ne do sillim Nellyn tani se ka ditëlindje ky djali, e shohim. Sa e rregull kjo sofë, si çfarë e rregull, sa bukur pëlqen shumë. Si rkthyer dhe ai redi një, gjithsesi. Tani, gjithmonë te Victoria's Secret nuk e di sa e keni vënë, po jo bëhet rrëmuj, po aty ka lindur rrëmuja për mendimin tim. Dhe janë shumë inteligjent ky stafi se vë dhe në backstage kamera dhe ne shohim gjithë atë rrëmujën. Po ato ka një benefit, domethënë. Në ndryshim nga ne, ato kanë ca Victoria's Secret Enjoy, domethënë, edhe janë të gosët me shalën sa dy fatma bashkë, edhe si do normalisht do shoh shalën Alessandra Ambrosi, Gigi Hadid, nuk do shoh rrëmujën që bëhet. Këtu duke qenë se nuk kemi çfarë të shohim, në këtë rast mund të bësh një parakalim spontan për shembull, gati. Tu s'kemi çfarë të shohim, ne për shembull e shohim rrëmujën. Prandaj unë e vë seksin shpesh tek rrëmuja, po një rrëmuj shumë e këndshme dhe ëmbël do të ndodhi së shpejt në Paris, në fakt ku e gjithë vëmendja është fokusuar për zbuluar gjithmonë më shumë një detaj të vogël sa i takon Victoria's Secret Fashion Show që do të ndodhë shumë shpejt në Paris. E kemi thënë tani që Behati Pristo, bashkëshortja e vokalistët Maroon 5 edhe Candice Swinepoel nuk do të jenë pjesë e sfilatës, do të jenë duke i parë nga stolat e rezervë për faktin se ato sapo janë bërë mama. Do të ketë shumë personazhe të njohur në sensin këto super model në të momentit. E kemi thënë që do të jetë Adriana Lima, do të jetë Gigi Hadid bashkë dhe me motrën e saj Bella Hadid, Kendall Jenner e tjerë që praktikisht janë emra që më shumë shesin sa i takon modës në minutat e fundit, në këto minutat shtesë madje. Ajo çfarë është zbuluar së fundi është edhe kush do të jenë personazhet e ftuar. Gjithmonë kanë qenë emra big në fakt ato që këndonin. A këndojnë me playback tani, a këndojnë live se kemi marrë vesh kur, po ditë them që bëjnë atë parakalimin këto yjet dhe bëjnë spontanisht, domethënë këto takohen me njëri tjetrin, sikur nuk janë parë ndonjëherë, pavarësisht se këtë provën e ka bërë një 10.000 herë kështu, provë gjenerale tini shumë të sigurt. Do të jetë Lady Gaga, e cila aktualisht albumi i saj është i parë në Billboard, edhe Lady Gaga kishte disa krenare diet për këtë të fundi, po jo vetëm kjo edhe fansët e saj, se kjo është një rikthim i fuqishëm i Lady Gagës. Do të ketë një performancë të çmendur si të bëj Lady Gaga, me këpucët e çuditshme që vesh nga hera dhe duke parakaluar së bashku me modelet. Ja me sigurisht do jetë veshur me kaq pak rroba, minimaliste i ka gjithmonë. Përpos Lady Gagës do të jetë edhe Bruno Mars ai. Dhe interesantja e Bruno Mars është që nuk ka event të madh të botë që mos ftojnë Bruno Mars që po bëjnë në kështu në çoq dhe në vizitë. Unë vetëm një kërkesë kam që t'i lëra ata flokët kështu kaçurela se pëlqejnë shumë, ose vendosen në kapele si Once Upon a Time kur i këndonte dashurisë, ishte romantik. Përpos këtyre një tjetër emër big që do të jetë pjesë e performancës dhe do të këndojë atje që ky jo këndon, po ky e ha mikrofonin, domethënë aq mirë këndon live është The Weeknd. Ka një motiv më shumë për ta parë këtë fundi sepse aty do të sfilojë dhe Bella Hadid që është e dashur e këtij praktikisht edhe imagjinoni tani nuk pritet fare që të takohen dhe të puthen për shembull aty në skenë. Po këtë e ka bërë dhe Maroon 5 me çdo modele të mundshme që ka pasur të dashur që rastësisht qellonin që të dashurat e tij ishin modele të Victoria's Secret. Gjithsesi, këto dhe shumë informacione që do dalin çdo ditë e më shumë sa i takon Victoria's Secret Fashion Show, na shtojnë më shumë kuriozitetin. Ma kam thënë që dhe Albin reporter vdesme të shkojë te Victoria's Secret, domethënë, do t'i shohin nga shtëpia, jeni të sigurt. Do t'i shohin nga shtëpia, Albin si gjithë në tjerët do t'i shohim në internet. Tani nga Lady Gaga, nga The Weeknd dhe nga Bruno Mars, ne do sillim Bruno Mars, e shohim tani. I'm too good for that, just remember that. Në
në Facebook Interval Benja në këto momente edhe këtu madje po e konsumonin këtë pyetje që kemi bërë. Mos harroni, mos nguroni nëse me të vërtet je fan lover, po flas kështu i vërtet fare, e tregon nga komente që mund të kesh bërë në Facebook për shembull. Është ai statusi plot me ngjyra, dhe mos ngjyra pink se e kam shumë qef. Ngjyra roz ku shkruan fan day aty sa Fatma komplet, domethënë sa gjithë studio, dhe pyetja që ne bëjmë nga hera. Kësaj here po fokusoheshim tek gjërat që mezi i presim. Dhe keni vënë re kur mezi e pret diçka duket sikur nuk kalon ora. Kur nuk do të vi diçka, ora kalon kështu shpejt e shpejt. Gjithçka është psikologjike, e kemi thënë tani më. Ndërkohë, mund të jemi non-stop bashkë me njëri tjetrin në të gjitha rrjetet tona të mundshme sociale, kështu në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube, në website-in intv.al. Mjafton të ndiheni in for life, kështu të merrni dashuri, pastaj të japni komshiut, shokut, shoqes, kujdo. Çunti ka se ku e depoziton këtë. Çfarë presin fan lover me padurim? Ne do t'i zbulojmë tani, duke nisur kështu nga më fanatiku, më besniku, që është Eni Dona, dhe më duket se e paska për ne këtë koment, ju bëuni gati për një fokus interesant, ti që rri me telefon Fation për shembull. Eni Dona thot, po pres me padurim të shkoj ora 15:02.00 të shkoj fan day, sigurisht dhe haj Malinë INTV Fatma. Do me thënë, ai Gjiko dhe Ermali ma pas kanë bëmuar të këngën duket me atë këngën Haj Mali që kanë. Tori Vega thot pushimet e verës. Bona thot po pres me padurim kur takoj ty dhe kur të ftosh Kidën në emision. Të dyja janë lehtësisht mund ndodhin. Mariana thot haj Fatmush, po pres me padurim që të shkoj në Berlin. Kam dëgjuar që shumë ftohtë andaj kujdes me shall dhe xhup me vete sa të mundesh. Megi thot po pres me padurim të largohem nga ajo shkollë dhe të shkoj në një tjetër se më shpjep dhe sa po ka filluar. Ornela thot po pres vitin e ri. Laerti thot mezi po pres ditën që do të fitoj ja pas ka një shok ti. Ndërsa Emiliano thot që zgjedhet si fitoj Trump. Ua, imagjinoni. Drilona Tarani thot kur vjen Floriani në emision dhe kur qet këngën e Florianit. Madje ka dhe foto profili Florian, domethënë dashuri e deklaruar. Ndërsa Fationa Langa thot, unë thot mezi pres të bëj shumë gjëra, të iki në shtëpi këtë fundjavë, të mbaroj shkollën, të blej ca libra të Panajirit, të takoj një herë ty. Ne mund të takojmë dhe të shkojmë të blejmë bashkë librat, për shembull, do ishte një super gjetje. Egnaldi, se këto emrat unë i bëj si të më vinë, thot, haj Fatma, për sa i përket temës, mezi pres të mbaroj shkollën, të filloj pushimet. Jeta ime festi, është emri, nuk e thash unë. Thot, hey Fatmush, unë mezi po pres të sjell në jetë mbretëreshën time të vogël. Sa qef, do më thënë kjo është një pritje të vogël, dhe na thuaj kur ta lindesh që ne të themi, urime. Deja pastaj do të hejtë shkemi, presim padurim ditëlindjen, që e kam pas 2 javësh dhe takoj personin e zemrës. Albina thot po pres me padurim kur ti të marrësh në emision Lindoni dhe Florianin dhe Adrianin. Dafina thot po pres me padurim ditëlindjen dhe verën, të dua. Sa qef, kështu deklaratën e dashurisë. Edhe unë ju dua, prandaj ju përshëndes me një këngë që vjen tani. Sweet so fast, felt like I was drunk. See, I'd say out before, so y'all felt nice wrapped around my shoulder. Kash mbaroi loja tani. Nuk bëra asnjë gol, asnjë kosh, asnjëherë s'kam bërë një time. Kosh bërse fjalë sa vdim te qafa ta shikoja aq lart sa ishte, po voleybolli bëja ca pikë kështu. Kam qenë lezetshme. Once upon a time. Ta ngrohim situatën, se nuk që nga dhe aq vap ta mendosh. Unë përgjithsisht nuk kam vap, sot nuk pas kam dhe aq me thënë drejtën. Ndoj batania këtij vërtallë? Jo. Është një xhup patjetër nuk kombinohet me veshje, nuk e dua. Faleminderit. Rri, vazhdo ha. Më falë se të prisha Terezi, më falë Fation. Tani, do sillet një hot of the day, kështu një këngë që kam idenë për facat e Kid Cudi, është shumë e pritur, se e ka rikthyer paksa në sferën muzikore këtë të fundit. Është një artist që njihet gjithmonë për bashkëpunimet e famshme me DJ, ndërto ka qenë David Guetta kënga Memories, kështu që një pjesë të mirë talentit në këtë këngë e shkriu Kid Cudi. Ai kësaj herë është bërë bashkë me Pharrell Williams, si për ta ndihmuar për t'i dhënë një shtyzë dhe për ta rikthyer në sferën muzikore dhe në treg. Pharrell Williams e bën këtë me shumë personazh, duke qenë se ky i fundit depërton më tej se sa thjesht duke kënduar këngën, edhe e krijon këtë etj. Bashkëpunimi i radhës është titullohet Surfing dhe është një këngë që prezumohet ama të faktën kështu është shkruar dhe përfolur, që do ta rikthej fuqishëm në muzikë si dikur. A do të jetë vështirë apo jo, a ka ndodhur gja apo jo etj. Janë çështje që i diskutojmë pak më vonë, tani thjesht shijojmë këngën, kjo është e nxehtë e ditës së sotme. Por ne kemi fiksim të këngët me ulurim. Flesim para të unë dhe Gjulio këtu, është emrusi joni për bashkë. Tani, do të vjen inserti i këngshëm që ne e sillim Zot Mërkur, tani është bërë pjesë sistematike e Fan Day. Ju e dini që unë i dua shumë kafshët. Hiqi flokët nga mikrofoni, i hoq.
Okej, është se dukem shumë keq, shumë mos bëni fokus nga se shumë duar dukem me këto flokët mbrapa, po gjithsesi. Mos shifni, thjesht dëgjoni. Tani, ju e dini që unë i dua shumë kafshët, shumë, edhe njerëzit që duan kafshët. Ka ca përjashtime, po pjesën ndërmuese i dua, domethënë. Tani, edhe Redin e duam shumë. Redi Roshi është ai që është bërë pjesë e Fandej tani më në këtë nisjen e re dhe sjell gjithmonë inserte ku në fokus kanë kafshët, si për të ndihmuar ato që kanë ndërmend të bëjnë pjesë familjes së tyre, si për ndihmuar dhe ato që kanë tani më një kafshë dhe për të sjellë më mirë dhe për të sjellë gjërat në vijë ndër të tjera. Vjen dimri, është tepër ftohtë, do të kemi shumë kujdes se sillim me kafshët shtëpiake. Për këtë Redi ka përgatitur një insert të torin, duke folur dhe me veterinar dhe njerëz specialistë të fushës, çfarë duhet bëjmë për kafshët tonë shtëpiake në këtë periudhë ku i ftohtë është kërcënues ndër të tjera. E shohim tani insertin. Mirë se keni ardhur në Life is Better with Friends. Besoj se të gjithë ju e keni vënë re që është bërë shumë ftohtë kohët e fundit dhe kemi filluar të nxjerrim të gjithë rrobat e dimrit. Por çfarë do bënim mirë që të kishim gati për kafshët tona për kohën e dimrit? E vetëm e kështu që mund t'ju jap unë është blini ca rroba, blini ca kpucë për kafshën tuaj, po që këto janë gjërat më minimale. Kështu që më mirë të pyesim një veterinar se cilat janë përgatitjet që duhet të bëjmë për dimrin për kafshën tonë shtëpiake. Përshëndetje, unë quhem doktor Erko Prifti. Përgjithsisht, ndajnë në dy kategori kafshët, ato me qime të shkurtra dhe ato me qime të gjata. Mirë është që kafshët me qime të shkurtra t'i nxjerrim në mas orës 10 ose 11 të paradites në ditët me diell. Kjo është gjithmonë sepse ata e vuajnë shpeshherë të ftohtin. Ekzistojnë dhe forma alternative që të cilat neve mund t'i veshim me bluza ose me triko të ndryshme që sot janë dhe trend. Ndërsa e kundërta është me qenë dhe macet me qime të gjatë, që ata duke qenë që kanë një stres doppio të qimeve, tolerojnë jashtëzakonisht shumë mirë edhe lagështirën edhe të ftohtin. Madje i shijojnë shumë më shumë edhe mëngjesin herët edhe natën vonë në nxjerrjen për nevojat e tyre personale. Këshillat e tjera do ishin janë cilësia e ushqimeve është shumë e rëndësishme dhe kaloritë që ata marrin gjatë periudhës dimrit s'do të jetë e njëjta me atë të periudhës verës. Sepse e përkthyer kjo ndryshe, shpenzimet e trupit për kalori janë shumë herë më të larta në periudhat e ftohta dhe me lagështirë sesa në periudhat e nxehta. Kështu që gjithmonë të kemi shumë kujdes kur ne të marrim ushqimet dhe duhet parë gjithmonë sasia e dozave të ushqimit në racion ditor. Sëmundjet më frekuente në periudhën e të ftohtit janë ato me natyrë bakteriale, të cilat lokalizohen në pjesën e trakes dhe shoqërohen me koll edhe në rrjedhje seromukotike nga hundët, të cilat është evidente kur një kafsh preket nga këto lloj bakteresh. Kryesisht këto lloj bakteresh janë ato të zakonshmet, stafilokokës, streptokokës, sikurse janë disa baktere specifike që quhen baktere të hoteleve të qendrë, të cilët aktivizohen gjithmonë në periudha me lagështirë të lartë dhe lokalizohen në pjesën e trakes, duke dhënë përshtypjen që kafsha jote sikur i ka ngjesur një gjë në gryk. Por në fakt nuk është e tillë, është thjesht ngacmimi nervor që këto baktere realizojnë në atë zonë atje dhe japin përshtypjen në një kolle të rëndë ose sikur po mbytet ose dhe kjo kryesisht është për shkak të mungesës së vaksinës, sepse për këtë lloj bakteri ekziston vaksinë. Kështu që këto janë zakonisht problemet më të zakonshme të periudhës lagështirë të ftohtë, le të themi. Mënyra e parandalimit janë 3 mënyra e parandalimi, është imunizimi nëpërmjet vaksinave, cilësia e ushqimit edhe mbajtja në ambiente me lagështirë sa më të ulët edhe me temperatura normale të ambientale. Për macet nuk është njësoj sepse macet e zgjedhin si temperaturën edhe si lagështirën. Macet në momentin që shikojnë që nuk ndjen rehat, maca është pak më inteligjente se qeni, lëviz nga një ambient në një ambient tjetër ose futen nëpër dollape ose poshtë rrobave e gjen ngrohtësinë e saj. Ndërsa qeni është më pak, të themi, ka më shumë nevojë për ndihmën e padronit.
Dhe matet janë shumë më të forta nga pikpamja monologjike se sa qenë. E pra këto ishin këshillat kryesore që do ju duhet të dini. Bëni mirë të dëgjoni të gjitha, biles kur të dalin në YouTube, mbajini shënim që të keni çdo gjë gati, mos ju mungoj asgjë. Ne do të shihemi sërish javës tjetër. Të ngrenë duart lart ato që kanë syt kaf. Tani unë si kuptoj Giulia Hauzun, pse vendos këngë që kam qefun? Meqense me bëm një share. Duke se dhe Giulia i ka syt kaf, kështu që përshëndesim dhe Giulia në rastin konkret. Se njerëzit që pas kanë syt kaf janë njerëz shumë të mirë. Ka gjithmonë përjashtime dhe fali që e kam thënë, po Giulia nuk është fare njeri i mirë. Po e deklaroj publikisht e thash tani dhe nuk e them kur mati nuk do të them as emri, po them djalin që merret me muzikën. Tani, për gjithë ato që kanë syt kaf, kam një informacion shumë të rëndësishëm, është një lajm që po qarkullon të paktën te ky seksioni i studimeve, po qarkullon shumë vërdall edhe është një gjë shumë e mirë, është lajm shumë i mirë. Ta bëjmë suspans, 3, 2, 1, një publicitet dhe kthehemi. Bëj shaka. Tani, sipas studimeve të fundit, gjithmonë ka qenë të fokusuar tek këto, ja po syt jeshil, syt të shkruar, etj, s'kishte shumë studime. Po ta shikoni tani, Fationi është kështu. Duke gjuar me shumë vëmendje. Unë do flas aq shpejt që ti do kuptosh asgjë. Do duhet ti kopjosh në skalet. Sipas studimeve, njerëz të dashur dhe të mirë, janë disa tipare që i gëzojnë gjithë njerëzit, po këto që kanë më shumë të seksuar tek njerëzit me syt kaf, për shembull. Dhe kur ja thash një njeriu që ishte me syt kaf, tha okay, unë i gëzoj gjithë këto tipare. Ishin tipare të mira në fundit. Janë pak më të çmendur se të tjerët. Dhe nuk i duan gjërat normale, nuk i preferojnë gjërat normale, që dalin gjithmonë jashtë korsikës të qenurit normal. Mbi gjitha janë më sensibël, më të ndjeshëm dhe më të ngrohtë, janë edhe më të sinqertë dhe më të ndershëm dhe mbi gjitha, ajo që është shumë e veçantë, janë të vetmit njerëz që kanë aftësi për të kuptuar njerëzit që ne i deklarojmë dhe i quajmë si njerëz të çuditshëm, për faktin se sa koherencë si për Blue Eye se kemi këto. Edhe janë pak, domethënë kanë aftësinë ti bëjnë të ndihen shumë komod dhe njerëzit që nuk janë shumë të shoqërueshëm dhe janë pak të çuditshëm, ose të paktën kështu i quajmë ne. Dhe më e rëndësishmja janë kategoria e vetme njerëzve që vlerësojnë gjërat e thjeshta dhe kënaqen qoftë edhe me një high five apo një bisedë të vogël kështu. Unë kam thënë gjërat më të bukura janë ato të vogla, por që bëhen me dashuri të madhe. Kështu që një dorë trokitje për njerëzit me sy kaf, pavarësisht se në sfond kemi një këngë për sy të blu. Po çrëndsi ka kjo? Dafina dhe Qiri dhe Chaos vin tani në Fande. Go find your spirit and lost and found. Kam të pak për përgazin se do i thoja Fatjoni të lutem, hiqe telefon. A mund ta hedhësh pak te joja, kam seriozisht tani. Hidhe pak hidhe. Okej, në rregull. Do ta fikim atë telefon, do të zhdukim karikuesin, mos kesh më bateri për gjithë jetën, se ndiq kjo është torturë për ne që rrim gjithkohës me telefon. Ne kemi dëgjuar shpesh herë Perfect Stranger edhe këtu në Fande. Madje fillim kur kisha flokët e gjata, po shumë të gjata, më thonin që ti ngjash me personazhin e klipit. E pak shumë me vëmendje nuk ngjaja me fundre, është shumë e bukur. Po çrëndsi ka kjo, rëndësi ka që njerëzit më shohin dhe mua si personazhin në fjalë. Tani, ka qenë një ndër kolonat zanore të kësaj vere, një bashkëpunim shumë i suksesshëm ky midis Jonas Blue dhe JP Cooper. Po si s'na vajti mendja njerëtën, po kush është ky djalë që është kaq i talentuar, morëm me gocën në një videoklip që kishte shalet jashtë etj. JP Cooper është një rising star pa diskutim, shumë i talentuar dhe ne e kemi edhe me foto, edhe me zërin e bëjun, domethënë. Kush është JP Cooper, le ta zbulojmë së bashku. Kështu zgjodhja ai artistikisht të njëjë, pa çka se në fakt emri i tij i vërtet është John Paul Cooper dhe është një muzikant dhe këngëtar nga Manchesteri, 28 vjeç. Në fakt ka punuar për shumë vite si tekst shkrues, nuk e kishte menduar asnjëherë se mund të prezantohej edhe si këngëtar tek publiku dhe ka rrëfyer që gjithmonë ka dashur dhe është munduar shumë t'i bindë njerëzit që ky është i talentuar. E provoi kështu fatin e tij në këndim dhe rezultoi një sukses i paparë. Në 2015-ën, JP Cooper, i njohur ndryshe, ka publikuar albumin e tij të parë i quajtur Where the Darkness Comes. Domethënë shikon kur bën këngë negative s'bëra shumë i famshëm, se nuk rezultoi suksesshëm. Kur bëri këtë këngën Perfect Stranger, bëri namin e botës. Mbi gjitha, ra në syrin e producentit të suksesshëm Jonas Blue e mori. Ky e futi under construction dhe bëri një ndër emrat më të qarkulluar, më të dëgjuar të gjithë verës. Është pa diskutim një rising star për momentin dhe është shumë e sigurt që po vin kështu gjithmonë më shumë risi dhe produksione të këndshme nga ky i fundit. Ajo që vlen teksohet dhe prandaj dhe ky djalë që bën muzikën këtu në Fande që s'më e mend emrin, po na vendos këngën e Bob Marley sepse është përfolur dhe prezumohet që ka një ngjashmëri të frikshme midis JP Cooper dhe Bob Marley. Unë shpresoj që emëruesi përbashkë në rastin konkret të jetë suksesi që kanë patur të dy palët. Ne sillim tani Perfect Stranger. His kiss is soft and sweet. He's what you
A di çam kujtuat me këtë këngë Kiss Me që më vendosën në sfond? Kiss Me Make Up Milano. Nuk është për ty, por për dashurën tënde, për shembull, do i bësh një dhuratë tani keni përfitor në gjë. Çohet te Kiss Me Make Up Milano dhe edhe nëse bën buskuq dhe të puth ajo 24 orë pa pushim nuk do i ikit buskuqi. Se ti se merr vesh për negocet e kuptojmë hallin njëra tjetrës, kështu që unë me atë i kam bërë budhë, edhe sy dhe gjithçka tjetër. Prandaj dal kështu, domethënë se jam kështu në të vërtetë. Kiss Me Make Up Milano ka shumë produkte interesante, kështu që bëjnë një vizitë andaj, jeni të sigurt që do mbeteni shumë të kënaqur. Po s'm gjon Irina Shejk mua, se po më gjonte ajo. Përdorte këto produkte, do ishte martuar urgjent me Bradley Cooper. Në fakt, lajmi që do ju tregoj tani ku në fokus ka dy zogjë të dashuruar, Bradley Cooper dhe Irina Shejk, e gjeni edhe në Infovipikal, madje më saktë se ç'e them, unë se unë i bëj pak të mijat këto lajme, domethënë i them sikur kanë ndodhur te lagja ime. E keni kuptuar, Bradley Cooper dhe Irina Shejk po shijojnë kështu dashurinë e tyre, dashuria është në ajër, të lutem, ç'ishte kjo këngë tani mos na emociononi. Në fakt të paktën, kështu shprehur një burim shumë i afërt i çiftit, se kush janë këto burimet e afërta që dalin gjithë tani. Nuk e kam kuptuar kur, për një portal shumë të lexuar kë, E-News në fakt ka që ato preferojnë ta mbajnë shumë të fshehur romancën e tyre. O çfarë këngë e ndjeshme. Tani dhe unë do ta shpik vetë këtë historinë, ta bëj me fund të lumtur. Kam iden do të ketë një fund për radhë si romanca e famshme midis Irina Shejk dhe Bradley Cooper. Ato janë non-stop me njëri tjetrin, duke dhuruar kështu shumë dashuri dhe prezumohet që dhe pushimet për Krishtlindjen do t'i takojnë bashkë, madje ky burim i afër, se kush është një zot e di, ka treguar që mbase mund të bëjë edhe një martesë shumë diskrete dhe të fshehur përgjatë Krishtlindjeve. Po gjithë ajo supermodele të martojnë në dimër, tani do të vishit një qika ose ka shalë për të treguar, kështu që kam iden, sigur në të tregojnë gjitha burimet e afërta, pritet që ato të shkojnë në altar dhe të bëjnë një martesë, pa çka sas që nuk është e sigurt. Tani çdo lajm për vipa, sidomos ato të Hollywoodit, është gjithmonë hipotetik, por ne jemi shumë të lumtur që ka dashuri, edhe e keni vënë re ku njerëzit janë të dashuruar janë shumë të bukur, apo jo? Për shembull ti Valion si je i dashuruar, dukesh. Se unë nuk kam qenë një fan se Bradley Cooper, po që kur dashurua me Irinën, ka një fuqi të mbinatyrshme, domethënë këto njerëzit e dashuruar, vishën me një pet, kështu do të duken super e yje, super të bukura etj etj. Vet kur është kjo dashuria hangover, si thot besat kënga hangover, që zgjat vetëm gjatë verës, tani askush nuk ngjan i bukur. Ne e shohim tani. Ladies, let your hair down. Let your hair down. We's about to get out. Se filluan të kërcej, ju gjithmonë nga fundi i emisionit kujtohuni me u bërë aktiv, jo? Duhet ne bëjmë emisionin 3 orë që të vini në formë dhe heqim pjesën e parë. S'ka asgjë tjetër tani, duhet një matematikë thjesht këtu. As lloj matematike. Gjëja më e thjeshtë në botë është ju të na shkruani në emailin ton fande@infovipikal. Ne kemi thënë dhe stërton tani më, si në fushatat elektorale që fande është për ju dhe fande jeni ju. Kështu që mos siguroni të na shkruani në fande@infovipikal që është strisha që para kaloi dhe iku e bëri detyrën e vet. Mund na nisi një cover song që e bëni në shtëpinë tuaj teksa këndoni këngën e këngëtarit tuaj të preferuar. Nëse luani në violinë, në kitarë, në piano, në whatever, në tenxhere, bini të tenxhereve, thjesht filmojeni vetë teksa e bëni këtë. Në fundit do të shfani dhe është një gjë që do japi buzëqesh tek gjithkush që është, dhe nisni në emailin fande@infovipikal që ne pastaj gjërat e bukur të ndajmë me njëri tjetrin. Apo çfarë do gjë tjetër, një histori që doni tregoni. Çdo gjë që ju duket fani dhe që jeri fande, mjaftoj që ta nisni në emailin fande@infovipikal. Tani ne do të stopojmë te cover song, një gjë që e sillim pothuajse çdo herë, edhe personazhi do të vi sot, pa çka se në fokus ka The Greatest, bashkëpunimin e fundit të Sia dhe Kendrick Lamar, është Alex G, është një vajzë shumë e talentuar që ne kemi pikasur që prej ne domethënë, e kemi pikasur që prej fillimeve të saj dhe e kemi bërë shpesh herë pjesë të Fan Day. Madje këtë herë çdo është një vajzë shumë e talentuar kjo që e ka sjellë një version shumë thjeshtë me kitarë këngën The Greatest. Unë jam e sigurt do t'ju pëlqejë dhe do ta bëni pjesë të playlistave tuaja personale. E shohim bashkë. Një tjetër këngë për qarë. Që në sfonde, si mbaruam tani dhe po qanë, do na bjerë ajri meli, po punë e madhe. Do ikim, foto nuk do bëjmë se bëra një selfie unë Fation pak më herët, se Timi bën zakonisht foto, po sot nuk patëm një përplasje mendimesh, domethënë. Edhe mlapa foto Fation, i bëra vetë. Ti do ja marr çik dorë me Photoshopin se nuk di ta përdor. Tani shumë gjëra të bukura vinë në pjesën e mbetur të ditës në Interval Benja, kështu që mos u mbisni rastin për që In for Live, ne bëjmë shumë thjesht. E kam thënë në telekomandën, hidheni, nuk keni nevojë për të bërë zapin në televizor, se gjitha gjërat i keni në Interval Benja, duke filluar sapo të mbaroj Fan Day për shkak në 72.00, vjen Once Upon a Time, ku është një serial kështu, na ishte një herë, u zbulova shumë, na ishte një herë e cila sjell më saktë dhe me gjithë personazhet e famshëm të prallave, i ka bërë bashkë, domethënë një gjë që s'kishte ndodhur më herët. Më vonë do të keni Krip dhe Piper, u vdes për Krip dhe Piper. Çfarë thotë, mërkur apo enjte? E mërkur.
E mërkur, nesër do jem unë të krip dhe piper, se të enjtë duke se do jem. Nuk e di mirë, po do të pyesim çuna. Ndërkohë Alfio dhe Indriti në mënyrë më cool të mundshme, më të bukur të mundshme, me atë mënyrë si flasin ato që unë shkrijem duke qeshur të tjerë dhe me receta shumë thjeshta, se dashuria vjen nga stomaku, mos i shihni shumë çuna se do dashuroheni me ta dhe është problem. Kështu që shikoni vetëm recetat. Në 82.00 vjen sot me një tjetër recetë shumë të këndshme. Edicioni informativ i gjithë lajmeve çfarë ndodh vërdall, por që vjen shumë ndryshe, do të vinë në 18:30 bashkë me Ilirin. Ka shumë gjëra interesante për t'i parë se çfarë ndodh vërdall, tani se duhet kuptojmë se ku jetojmë dhe çfarë po bëhet. Mbi gjitha, një tjetër dyshe simpatike, atraktive, sensuale, interesante, serioze dhe plot me batuta deri këtu është kush? Rudi dhe Mateo. Rudi dhe Mateo që unë i dua shumë, që i kam këtu ngjitur tani, po ju do t'i keni përpara ekranit tuaj për shembull, në orën 19:02.00, si gjithmonë me gjëra shumë pikante, me ato batuta që mua më duhet 3 herë ta dëgjoj për ta kuptuar një herë, por shumë interesant. Rudi dhe Mateo do të vinë për krejtësinë tuaj 19 dhe një intervistë tjetër shumë e këndshme do të vi me Ariolën në fakt, tek unë, shumë komode sportive dhe plot dashuri në orën 20:00 keni Ariolën dhe personazhin e saj të zgjedhur për këtë mbrëmje. Sinemania nis në orën 9 të darkës, keni filma pafund kështu. Edhe filmi i radhës do ju bëj që të merrni popcorna. Tani byrek dhe dhallë do ishte ideale, por është darkë nuk mund t'i hash, kështu që popcorn, uj, çfarë të doni. Dhe njerëzit që ju doni dhe shikoni filma në Interval Benja për të qenë kështu In for Live. In for Live jo janë, po më shumë se keni Ariana Grande dhe Nicki Minaj sidomos të kënga e tyre e fundit që kritikët e kanë cilësuar pak me përmbajtje sensuale më shumë se ç'duhet. A kanë të drejta ja kanë fut kopën? Ne e shohim bashkë. To show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older. Ja që mbaruam edhe për sot, domethënë sa shpejt kalon, pam, nuk merret vesh. Gjithmonë kështu ndodh kur jeni në shoqëri të mirë, duke për çefin vetes. Përpara se të ndahemi, që unë t'i bëj gjithë detyrat e shtëpisë, domethënë të jem një fëmijë shembullor, një e rritur me shpirt fëmije shembullor. Tani bëjmë edhe parakalimin tim, po ato të strishave do ishte mirë, por nejse le duket si spontan. Në të gjitha rrjetet tona sociale, mjafton që në Google të shkruani Interval Benja dhe ju parashtrojnë vetë me Facebook, me Twitter, me Instagram, unë Twitter e ka se kuptoj fare, po fare domethënë do të futem një herë ta mësoj këtë për kuriozitet. Në Instagram, në kanalin tonë YouTube dhe në website-in interval.al. Në këtë website bëni mirë të bëni një xhiro një herë mbas edhe më shumë se një herë në ditë, se keni shumë lajme interesante sa i takon showbizit shqiptarët e tuaj, ndër të tjera keni dhe lajme sociale, ndër të tjera keni dhe ato tabelën Mudiata, shkruan like ship top 10 me Fatmën, se kam qejf kur e them kështu, me Fatmën. Votoni dhe votoni për këngën tuaj të preferuar, edhe të premten ne sillim 10 këngët më të mira shqiptare. Ku do nxirni ju nga lista, ku do fusni në listë, ku do çoni vend të parë, vendosni vetë me votën që jepni në interval.al/top 10. Edhe të dielën po prapë në 10 mëngjesit ne zgjohemi bashkë duke ridëgjuar nga vendi i 10 tek vendi i parë këngët më të suksesshme të javës që do të kemi lënë pas deri më atëherë. Çfarë po prisni me padurim? Tani Fationi me padurim po priste unë e harrova çam the. Amerikën. Bëjt lotarinë se është kohë ku po hedhin lotarinë gjithë. Nardi nuk ishte i sigurt për përgjigjen dhe më la pending dhe Arlisi priste fundjavën, më thashë, pas këndej plan të çmendur, ndërkohë priste thjesht ndeshjen. Vazhdon historia e fortë të dashurisë midis Arlisit edhe Pokemon Go 1 edhe Skedinave 2. Ti je në një trekëndësh dashurie, domethënë. Se detuna një këngë për trekëndësh dashurie po bën shumë shpejt asjellin nga 5 nëntori, më duket. Tani, çfarë po prisni gjithë fan lover me padurim? Ariselda thot hi Fandej, hi Fatmushe, sa që kam kuptuar kështu. Thot un po pres me padurim të shkoj tek halla ime në Greqi që e dua shumë. Shumë mirë. Erdo thot un po pres që të vi dita rrugës për Gjermani. Shumë mirë. Luena thot unë padurim po pres 2017-ën. Anita thot një pritemi që i pus të 3. Mariana thot unë presim padurim të shkoj në Irland. Edhe aty është shumë ftohtë, kujdes. Aureli thot të gjithë presin diçka të mirë, por ndodhe kundërta. Po varet se si mendon, pas se çdo gjë është forcë mendimi. Nëse ti mendon gjithmonë me këtë frikën që unë pres njërin dhe dele kundërta, do dali. Mendo pozitivisht dhe gjërat mira do të vinë. Itba thot të takoj Fatmën. Gjëja më thjesht mbodëm, thjesht vish këtu dhe takohemi dhe kënaqemi. Nuk di në mundem të bëj një video me violinë ta sjell pasi jam akoma në hapat e para. Po gjithsesi kur ta mësoj mirë thot do të jap fjalën ta sjell. Ti na dhe fjalën publikisht, kur ta mësosh mirë violinën, do bësh video do të na sjellësh në fandetin të vupikal që ne ta luajmë këtu. Anxhi do të un padurim pres ditën që të dalë në ekran të prezantoj e dashuroj. Ana mund të vish, po prezantoj bashkë, nuk është problem fare. Klaudia thot maturën. Mirita të përshëndetje Fatma mesi po pres këngën e re të Era i Strefit. Ky koment është shumë i bukur. Gjojeni pak thot. Claire gjithot hajo byreku i INTV-s.
Thot, unë po pres padurim vitin e ri. Enea pastaj pret El Clasico thot Milan dhe Inter. Johnny Ferri do të kërceje sa të tundem. Dritjeta thot haj Fatmush më pres padurim ditëlindjen e Kidës që ajo do të vinë në fan dhe kur kam me ardh, nuk e kam një përgjigje, por sapo ta kemi një përgjigje ne do ta sillim edhe Kidën, edhe përgjigjen. U kënaqem shumë sot pse kështu i kam më bukur flokët. Takojmë nesër, bëni qef shumë sot. Mirupafshim. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller 'cause I made $1 million in the spend.